Akademia Vllaznia nis punën për sezonin e ri futbollistik 2026-2027. Sot është dita e parë dhe disa ekipe janë menjëherë në terren me drejtorin e kësaj akademie Alban Hasani. Profesor, dita e parë, si duket si start? Jemi të gëzuar sepse fëmijët janë po ata, lojtarët janë po ata, kemi pas shumë kërkesa, me thënë drejtën si çdo vit tjetër, kanë pjesë akademisë. Dhe këtë javë kemi javën e seleksionimeve që do zgjidhen gjithë lojtarët që do të jenë pjesë e akademisë tonë për këtë vit, vitin 2026-2027. Shpresojmë përfitimin më mirë se vitin tjetër, se çdo vit kemi pretendimet tona. Jam i bindur sepse ekipet që janë këtë vit, të U19, 17, 16, dhe U15 dhe 14 janë brez shumë i mirë dhe jam i bindur se do jemi shumë më lart se vitin tjetër. Krahas futbollistëve ekzistuese që kanë qenë pjesë vitin e kaluar, ka dhe testime për prurje të reja? Normalisht. Akademia Vllaznia është hapur për çdo fëmijë, jo shkodran, por edhe jashtë saj, si që ishki pa shumë kërkesa nga jashtë, nga Gjermania, Anglia, Italia, si janë bërë pjesë e seleksionimeve. Shpresojmë, janë djemë Shkodrët, që kanë dëshirë me Falin e Vllaznisë, dhe dyrët e akademisë janë të hapuna për këtë vit, që t'jenë pjesë e jona, dhe këtë anë është çdo fëmijë, të realizojmë çdo fëmijë si jashtë Shqipënijet dhe ka dëshirë me kontribu për akademinë tonë. Njoftimi juaj publik që në faqen zyrtare të akademisë për testimin e elementit të ri, ka dhënë efekt i ritur, ka filluar të ardhur një Ka shumë efekte, thonë drejtën, sepse janë gati 2 ekipe për moshë dhe këtë javë sistemin kemi testet si teknike ashtu dhe fizike që këto lojtarë duhet mushin plotësojnë çdo kriter që ti pjesë e akademisë tonë, sepse akademia është 7% është e plotësuar, sepse janë lojtarë me vite këtu dhe lojtarë të mirë për zgjallur dhe për me kënë pjesë e akademisë do të kesh dizilësi më të mirë se këto që janë aktualisht dhe jam i bindur me atë që kanë bërë edhe nga akademitë e tjera që keni një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë. Me gjitha akademitë me akademinë e Shkodrës, Dilmin e shumë ekipe tjera, besoj që do të jenë lojtarë pa të mirë që Vllaznia për konkurrent për vitin tjetër. Tashmë është kthyer në përvojë që nga Akademia Vllaznia të dalin talent të ri për të furnizuar skuadrën e parë. Një gjë e tillë ishte edhe vitin e kaluar, i kënaqur për ato që kaluan për atë grupin e metit. Jam i kënaqur për çdo vit. Akademia Vllaznia është pjesë e saj në ekipin e parë. Sot më të jeni gëzuar se janë 12 lojtarë të pjesë Akademia Vllaznia në ekipin e parë. Ka firmos 2 Uldedaj, 2 vëzë Uldedaj. Presim 2 lojtarë tjerë firmosin, do ta shohim në stafi teknik e ekipit të parë. Ne kemi për detyrë me favorizimin për ekipin e parë dhe gjithmonë vullën janë ata që japin edhe detyra jonë t'ja bëjmë atë njërën. Më kësën fakti jetë vështë Akademia Vllaznia, por çdo ekip i Super League, do këtë Dinamoja, Gnatja, Durrësi, Partizani janë lojtarë që janë pjesë e tyre, janë pjesëtarë të Akademia Vllaznia, që sot përlosin edhe në Europë, dhe jam shumë i kënaqur si lojtar shkodran, sot Super Ligë shqiptare janë në çdo ekip ka 2-3 lojtarë shkodran. Hasani, sa e përket strukturës stafeve teknike, cilat janë ato lëvizjet më të reja në Shiko, në Akademia Vllaznia nuk nxjerr vetëm sportist, nxjerr edhe trajner, sepse dera është e hapur për çdo ish sportist, për çdo njeri që ka dëshirë për këtë pjesë e Akademia Vllaznia, normalisht duke pas parasysh edhe faktin e përvojës që ka. Këtë vit kemi afruar një ish sportist Vllaznis, një lojtar të mirë, një lojtar që ka dhënë shumë klubit tonë, Florin Bardullën, dhe besoj si ma që ka dhënë Vllaznisë dhe ma që ka dëshirë me promovu Floridi, ka me shërby shumë fëmijëve, sidomos në anën teknike, dhe anën e egos dhe anën personale ka me shërby fëmijët tonë. Jam i bindur me cilin skuadër është angazhuar Bardulla? Me ekipin U19, besoj si kudo që të kemi nevojë, Floridi të jetë i gatshëm për me kënë pjesë e strukturave. Nuk ka rëndësishme se çfarë ekipi të jepësh, por rëndësishme është të jesh pjesë e akademisë dhe ku të kemi nevojë të jemi prezent për gjithë bashkë. Ndërkohë në ekipet e tjera ka lëvizje? Ka lëvizje si çdo vit tjetër. Shohim, japim mundësinë çdo është njëjtë dhe jam i bindur si trajnerët që kanë qenë dhe janë që do vinë, janë pjesë e klubit Vllaznia, janë shkodran dhe pjesë e viteve më përparshme dhe lojtarë që kanë kontribuar si lojtarë dhe si sportistë.
Konkretisht në skuadrën U19, kush do të jetë stafi teknik? Jemi bisedime me trajner, me dy trajner, dhe besoj si presidenti këto 2 ditë do ta vendosin dhe do ta konfirmojmë. Kurse ekipet tjera i kemi konfirmuar me Aris Dalipin dhe Ivo Shestanit të U17 dhe pjesa tjetër është po ato trajnerë që kanë vitet tjera, por ka shumë ndryshime e brezave. Jam i kënaqur me këto djemë të ri, si punim me përkushtim dhe dashni për Falelen. Jam i kënaqur si janë gatshëm për çdo moment për kënë pjesë e vllaznisë dhe çujnë për krenarime me kënë pjesë e Akademisë Vllaznie. Hasani, kur nisin ndeshjet zyrtare të ekipeve të akademisë? Akademia U19 dhe U17 nisin me datën 6 shtator, pra nuk kemi kohë shumë, sepse nisin më shpejt këtë vit. Prandaj kemi filluar ekipin e së pak më herë, si të paktën kemi një muaj gjysmë kohë të stërvitemi dhe të jemi gati për kampionatin kombëtar, si besoj si do të jemi konkurrent dinjitos për vitin e ardhshëm. Faleminderit për këtë intervistë dhe mbarësi në këtë sezon. Si të bëni pari, si të më lajmin dhe të përshtes.